Ditën e shtunë Laçi u trondit nga një ngjarje e rëndë ku 5 persona mbetën të plagosur pas përplasjes me armë zjarri. Nga plagët e marra, 24 vjeçari Gerald Bitrin ndoroi jetë në spitalin e traumës. I riu nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra dhe humbi jetën mëngjesin e së dielës në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Vazhdonte jetë edhe Amarildo Ndoj, 26 vjeç, ndërsa 3 të plagosurit e tjerë, Daniel Gjeloshi, 26 vjeç, Liridon Ismaili, 26 vjeç dhe Angelina Gjezaj, 58 vjeç, janë jashtë rrezikut, por po vazhdojnë të qëndrojnë në spital për mbikëqyrje. Mbrëmjen e së shtunës, policia njoftoi se kishte zbardhur dinamikën e ngjarjes dhe kishte vënë në pranga 2 autorët Klevis Ndreca, 28 vjeç dhe Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, i cili mbeti dhe i plagosur gjatë përplasjes me armë. Ndaj tyre rëndojnë veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtje pa leje, prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Sipas policisë janë përdorur 2 armë zjarri pistolet, një armë e ftohtë përforcues grushti, si dhe 2 automjete, të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Policia tha se konflikti mes të rinjve ka nisur për motive të dobta, për shkak të një aksidenti rrugor me dëme të vogla materiale dhe më pas ka vijuar me përdorimin e armëve.